Catch është publikuar nga dyshja e suksesshme Ardi dhe Mirdone. As kujtime s'du me të majt. Teksti dhe muzika janë punuar nga vet ata për orkestrimin u përkujdes Ekzon Bajralio, kurse ana vizueli u realizua nga Back Production. Orkest pas kanë mashtru, ke shoqënia të fol për mu. Këta shpimu ka bo me teka. Një bashkëpunim që na befasoi të gjithëve sigurisht për të mirë është ai Norës dhe Dyton, dy sherdhën me Teka, tekstin e së cilës e ka shkruar Dyton, Muma dhe Gulo. Oh baby, baby, teka, unë e kam. Bëj për mu sa dusha, ma unë e di kush jam. Biti u punua nga Giza, i cili është dhe producenti këtij projekti muzikor. Ana vizuele u realizua nga Valon Azire. Shumë të du, po ma t'jek zemrën. E ndaluar është balada më e re që solli Rinor Lugaliu, tekstin e së cilës e ka shkruar Krishnik Avdio. E ndaluar je për mua, i ndaluar për ty jam. Biti u punua nga Ardian Kastrati, i cili njëherësh është dhe producenti Frurjes së Re, kurse ana vizuele u realizua nga Dream Films. E dola tjetrit, trupin të ne prek. Mirë shpirtin ma të ndon. Babi Bi erdhën si baklava në tepsi. Sabiani dhe Casey bashkuan forcat për të plasuar Egoist. Më i më sa herë të kam lënduar, nuk më i më sa herë jam të... Për këngën u përkujdes Marcel Gunga, kurse për miksimin dhe masterizimin Alban Fortuna. Ana vizuele u realizua nga Full Moon Production. Jo zëroj do të mërë të mos kepra. E ti nuk ja vlena që s'mëllon. Derivon bëri bashk Cricket, Janina dhe Marin. Ky fundit e shkroi tekstin me Alia, kurse Cricket u përkujdes për pjesën e muzikës e që është dhe producenti kësaj prurje të re. Unë i njëti, më pyse për ty aja fleti, hama mane në të sumë. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja dhe nisim me Aurela Gaçe, e cila po i lumturon fansat e saj me një super duet. Ajo Dirkens Hyka do të thonë pa jetë, e kjo është traileri që është publikuar gjatë këtyre ditëve. Se pa jetë, kjo zemra ime shkret. Se që është zgërë dhe jetë? Ku jeti deri tash? Matiqan. I falet! Seriali i famshëm shqiptar po rikthehet, po bëhet fjalë për Kafeneja Jon. Këtë e ka bërë të ditur artistja mirënjohur Teuta Krasniqi. Bekimi, po don me na myt. Ja i shala. Qëre bre po biqi që është besëm të Pse po do me na myt se na kanë zonë të bashkjetu, neve dyja. Në fakt, dyshimet lindën kur ajo e publikoi këtë imazh në Insta Story. E reagimi i masës ishte i menjëhershëm. Lupa kur s'ka dhe. Unë po shka kom qenë zyrë. Ende nuk është gjithçka zyrtare, a më tutje përveç dy kolegëve të saj, ja bëri tag dhe faqe zyrtare të kafenes. Qëre, i lupo. U të qes macchiato gjithë ditën, shko titash ata, atje vëzhgoj qa po thujnë e hadera.